Përshëndetje miq të Vipru, unë jam sot në një dyqan shumë të këndshëm. Në fakt jam në qendër të Tiranës, këtu në blok. Dyqanin emrin s'po e themi sepse për efekt reklame fundjas na lejohet, por ama kam një gjë shumë më të rëndësishme se sa dyqani, që është një vajzë që është shumë e bukur, edhe jam i sigurt që gjithë juve keni shumë pyetje për atë vajzën që unë do prezantoj tani, po unë jam munduar shumë që të marr përsipër gjitha pyetjet që juve mund keni patur në mendjen tuaj, edhe me shumë kënaqësi do ja bëj tani. Shpresoj shumë që mos ta vëm siklet. Jam me Armina Mevlani. Përshëndetje. Përshëndetje. Si je? Jam mirë dhe shumë emocionuar që më ka ardhur në dyqan, personalisht, të uroj për misionin, dhe nuk, domethënë është hera e parë që nuk ja kam fare ide se çfarë do më pyesësh, kështu që fillojmë. Kështu që bëu gati. Po. Në fakt unë kam marrë vesh që ti ke qenë andej jashtë shtetit, në LA mora vesh. Po, se po kam marrë. Si e kalove? Shumë, domethënë mund të them që ka qenë një ndër vendet që më ka pëlqyer më shumë, për faktin që ndjej akoma fryma Jim Morrison në sfond dhe ishte ne kemi rockerët vjetër. Dhe ishte domethënë diçka që unë i thash shokut tim Gusht Gerit, se ti e njeh, i thash si ka mundësi që nuk jam rritur këtu të paktën të shijoj këtë pjesën e rock, se ne kemi qenë na pëlqente shumë muzika rock dhe kishte vetëm 2 lokale në kohën kur ne ishim adoleshent. Ndërkohë që atje domethënë ishte një plazh i tërë vetëm për fansat e muzikës rock, ku bëj skateboard, surf, plazhi ishte aty, vende për të bërë tatuazhe, lokale të muzikës rock, nuk e di një kryevepër. Që ajo ndane? Tashti, ajo është një pjesë e Los Angelesut, sigurisht që ka dhe pjesën e hip-hopistëve, ka pjesën e njerëzve normal që mund të jenë të varfër ose të emigrantëve të ndryshëm që vinë nga vendet latina, por që e përgjithshme është vërtet një vend shumë i veçantë. Jam i sigurt që shumë njerëz që të kanë parë janë bërë shumë ziliqar dhe xheloz. Kjo është e sigurt njerëz, sepse unë kam vënë herë pas here që dynjaja ka një dëshirë shumë të madhe për të folur keq për ty. Nuk e kuptoj pse ndodh kjo gjë. Ti ke një ide sepse ndodh kjo gjë? Jo, unë mendoj këtë gjë, nuk mendoj se është vetëm me mua. Unë mendoj që faktikisht neve si popull, më vjen keq që e them këtë gjë, domethënë jemi pak tendencioz karshi njëri tjetrit, nuk e di pse. Mendoj kjo është gjë më e gabuar që dikush mund ketë, sepse nesër pas nesër mund njerëz dhe mua më kanë ndodhur shumë raste që ka patur njerëz që më kanë thënë dëgjoj se neve tani që kemi njohur kemi ndryshuar mendje. Dhe unë këtë gjë nuk e praktikoj fare vet, për sa kohë nuk e njoh një njerëz, nuk e gjykoj as pak. Nuk e di se çka ka patur në jetën e vet, të mirat apo të këqijat që mund ta kenë bërë të bëjë disa veprime të ndryshme që njerëzit mund të ketë bërë gjykojnë, megjithatë unë mendoj që është diçka shumë e gabuar. Bukur shumë. Sepse unë kam vënë pak kohë më përpara, ti ke nxjerr në Instagramin tënd, ke postuar një foto. Një foto si shumë foto të tjera në fakt, ajo specifikisht si foto nuk mund të them se kishte ndonjë gjë të veçantë, por në shkrimin që komentove vet. Atë po flas. Në shkrimin ishte you bitches looking strange at me, but you know I don't care. Është bitches looking at me strange but you know I don't care. Okay. Është pjesë e këngës Snoop Dogg, domethënë që unë kam shumë qejf. Dhe më ka ardhur shumë spontanisht për ta shkruar dhe ishte domethënë le të themi dhe një formë shakaje, nuk është se unë ju drejtova ashpër njerëzve, sepse ndodh gjithmonë, kam vite që e kam Instagram dhe më ka ndodhur gjithmonë që më kanë çar. Më kujtua ajo kënga dhe ishte like bitches looking at me strange, but you know në kokën time unë kisha menduar ndryshe dhe ka plasur një skandal i vërtet domethënë. Po e bukur ishte që njerëzit komentonin poshtë, thonin me fjalë domethënë që s'është janë shumë të hijshme që s'mund t'i them tani në Viprum. Po, të merr. Ti je kështu, do vi turp që thua kështu fjalësh, ndërkohë që ato vetë po i thonin ato fjalët. Po pikërisht, unë realisht domethënë jo vetëm ajo, po nuk e besova kurrë që nga një gjë e tillë mund niste domethënë të përfundonte nëpër media dhe njerëzit të përfundonin në ato lloj komentesh. Ishte kështu sikur presnin vetëm një spunto. Më thoj pak ti kur lexon këto komentesh, çfarë reagimi ke? Unë kam përshtypjen që ti thjesht argëtohesh me to. Po. Jo, di pse që është sepse për shembull, edhe më shumë mia këtë themi, domethënë sikur të njihnin kush jam unë ose për shembull se si reagojnë ndaj kësaj gjëje, do e kuptonin që është e kod domethënë e gjitha, jo për faktin që është e kod që mund të shajnë ose kështu, por është e kod sepse unë i kam marrë gjithmonë gjërat shumë spontanisht dhe nuk është se do mërzitem për një koment të dikujt. Apo, okay, mund të themi, gëzohem për komentet pozitive, se këtë nuk dua që ta ul si gjë, por kur janë komente negative them okay, what can I change? Nuk mund ndryshoj asgjë, kështu që bukur shumë. Dëgjoj tani. Shkëlqeni ku e ke njohur ti? E kam thënë 100 herë. Po 101. Okej, e kam parë diku në një lokal dhe ka qenë me njerëz të tjerë dhe kam qenë me shoqen time dhe ka qenë domethënë një shikim nga lart dhe unë kam menduar që ka qenë një djalë i huaj. Domethënë kam menduar që nuk ishte shqiptar, duke qenë se dilnim dhe mendoja që më duk shumë i rinmosh dhe mendoja që mund të ishte dikur domethënë që do ta kisha njohur. Të pëlqeu ty? Po. Çfarë ndodhi pastaj? I folet ti e para, jo, nuk folëm fare, kaluan disa muaj. Po të pa dhe ai ndërkohë që t'jepe.
Po. U pat juve. Po. Dhe kaluan disa muaj dhe pastaj mbas disa muajsh kemi rastësisht në një tavolinë miq. Dhe mua më ka rënë tavani në kokë kur më ka thënë emrin isha kështu. Pam. Si mundet mos ta kisha ditur. Domethënë ka qenë dashuri me shikim të parë. Ka qenë realisht, sinqerisht, dashuri me shikim të parë. Domethënë, aq shumë çuditem dhe vetë që ka qenë pikërisht ai njeriu që kam parë para aq shumë muajsh, që kur e kam takuar, saqë realisht domethënë Çfarë të pëlqen më shumë te shkëlqeni? fakti që është një mashkull i cili më respekton, domethënë, dhe kjo është një gjë përpara shkëlqenit nuk është se kam patur një lidhje, domethënë, mirë fillt për këtë arsye sepse meshkujt shqiptar kryesisht më dukesh sikur nuk i respektonin femrat. Domethënë mund të kishte meshkuj sigurisht që i respektonin, por janë të rrallë. Dhe domethënë mua kjo ti je gentleman është një ndër gjërat që më tërheq më shumë te një mashkull. Dhe më duket diçka domethënë që mua në sytë e mi e bën një mashkull shumë të bukur. Dhe ai mua më respekton, ditë domethënë të më trajtoj mirë dhe të më bëj të ndihem femër dhe kjo është një ndër gjërat që më tërheqin më shumë. Bravo shkëlqeni. Çfarë të pëlqen te shkëlqeni? Çfarë nuk më pëlqen? Okej, domethënë ka dhe ai anët e veta. Një ndër to është duke qenë sërt e peshqit, që është natyrë shumë e qetë. Fipinjakët apo jo? Po. Por është natyrë shumë e qetë, por kur i hypin nervat, okej. Thyen pjata? Jo, nuk thyen pjata. Thjesht habitesh sepse del nga ajo natyra e vet e qetë, e butë, e ëmbël, domethënë dhe Të pëlqen sadopak kur e gërsohet pak të intrigon ajo gjë? Jo, fare. Okej. Më thuaj pak, je zënë herë shumë keq me shkëlqenin që ke pasur një sherr të tmerrshëm që ti ke thënë, "Okej, ky është fundi, unë nuk bëhem më me këtë njeri." Asnjëherë? S'të ka çuar asnjë në limite? Ja. A Deri në pikën që them s'bëhem më. Ja. Më thuaj pak një mesazh për ata njerëz që ty të kanë shumë qejf që të ndjekin, sa ndek te në Instagram të kudiun, dhe një mesazh për ata që ty të flasin shumë apakrave gjatë gjithë kohës dhe të thumbojnë. Atë për ata që mua ndjekin i kam shumë gjanë dhe i falenderoj shumë sepse unë domethënë me ndihmën e tyre dhe me komentet dhe me like-et dhe me gjitha më kanë bërë që blogu të më ecë mirë dhe të ecë dhe në hapa ndërkombëtare. Për sa i përket atyre që nuk më kanë qef ose që më përflasin, unë i them që më mirë mos flasin pa më njohur ose pse të jenë kaq negativ, domethënë, duke qenë më pozitiv, ndoshta edhe atyre gjërat do të ecnin më mirë. Bukur shumë. Unë tani kam një ide, që në fakt unë kam planta të bëj me çdo të thuar që do të kenë të vituar. Armina nuk e ka idenë fare se çka kam menduar unë. Mua më duhet tani telefoni jot. Telefoni im. Se pas e bukur prish merr për telefonin ta shikojmë, se pas e kasën me buskuqësh ajo. Po. Do telefoni jot, do unë do marr telefonin tënd tani, do zgjedh një numër çka të kem qef unë, çka më përmend mendja. Ne do ta marrim telefon dhe ti do i thuash, "Do Viktor, më ke shar, ke thënë këtë për mua, ke thënë atë, do ta bëj për 1 lekë të personit." Po jo shkëlqeni. Jo shkëlqeni. Okej. Se mundeni? Ja. Jo shkëlqeni. Do marrim një person. Shkëlqeni do ta marrë të them, pse më ke tradhtuar? Kështu që unë po pozicionohem tek ta marr telefonin unë? Po. Okej. Shohim pak çka ka Armina. Okej, unë gjeta një numër këtu. Nuk e di se sa Olta Gixhari. Të marrim Olta Gixharin në telefon, e marrim Oltën. Marrim. E marrim Oltën, do i thuash që Viktor pse si E marrim se Olta është edhe merr dhe spontane. Po bëhet keq kështu në këtë rast. Okej, më mirë, se reagon më bukur. Hajde, vjen Olta se të merr në telefon. Bëj loudspeaker. Do të shikojmë bëj kuçan. Ja se kam tjetër numër tani, prit. Olta, Armina më shpirtësiete. jam e mërzitur me ty shumë. Pse edhe më je mërzitur? Po se mua më kanë thënë që ti gjërat që flasin bashkon një flet njerëzve edhe jam mërzitur se kam dëgjuar që ishte një muhabet që kemi folë me vërtetë të dyja. Qa muhabete? Po një muhabet, do të ta tregoj kur takohemi, po u mërzita shumë dhe thash të ta them se nuk e prisja nga ty. Ua, vërtet e ke? Po. Ua, sa u mërzita. Si që unë jam një drek tani, jam në tavolin me njerës, edhe nuk flas do të lirshëm. Më kupton? Mirë, varja, se dhe unë kot që të mora. Ose prit se po dal jashtë, 1 sekondë se po dal jashtë, të falë. 1 sekondë se po dal jashtë. Se tani të qova. 1 sekondë. Këzata jetë jam vetëm se isha në tavolin me njerës që janë i dola jashtë.
Që ma bete me shpirt? Ku bëj ma bete unë që bëjmë bashkë? Po jo, ke folur, dhe unë jam mërzitur shumë se kanë ardhur ma ka thënë dikush që është që na njeh të dyjave dhe realisht jam mërzitur, domethënë që parë po qaja. Seriozisht e ke? Po. Që ka serioze. Po mirë, më thuj mua bete, më thuj se pështoni, se unë nuk të kërkoj emra. Po jo mua betin s'ta them do në telefon, dhe pastaj më thënë ndoshta mund të takohemi dhe ta them, po që gjithsesi thash të ta thoja. Jo, do takojmë patjetër dhe do ma thuash se do të sqaruar kjo gjë. Patjetër. Gjithsesi, më thënë të kesh turp se këto gjëra s'bën me mua, se ti e di se sa xhan që të kam unë. Ua, nuk e Armina se nuk i bisedesh veç që po më flet kështu, pa e sqaruar një bisede. Përshëndetje Oltën. Olta, përshëndetje. Unë jam Kelvi, jemi në Viprum dhe ti je live tani dhe bëm një mini voice të fshet me Arminën. Nuk, dy sekonda, ju butallën se mua ma pika ata. Olta, je shumë e këndshme, po unë prisa në reagim shumë herë më bombastik. Ua, po unë të nekur akoma, 2 sekonda, ku jam? Është shokuar! Jeni në TV dhe Viprumi. Armina, du Arminën. Janë mushtit me lotani, këtë shumë më preka. Budallaqe. E di pse se është ky, domethënë ka bërë një intervistë. Me disa u preka se nga që unë nuk e di. Po unë e di pse të mora ty, se thash dikush tjetër, kush e di se si do reagonte. Nga që kur keq për të Olta po qam. Olta Gixhari po qam. Olta të lutem mos qaj, je shumë e bukur për të qarë. Se po flisni kështu, ku jemi? Po regjistrojmë të dyqani im. Edhe Ua, pse unë jam më dëgjojnë dhe njerëz dhe tani? Je live zemër. Shiko, jo vetëm që live, po tani të them një gjë unë, që mos ta marrësh kështu se s'ka ndodhur vetëm me mua, ky mbas çdo interviste ka bërë këtë punë me njerëz tjerë që kanë reaguar shumë më keq se ty. Po, nuk e shkel kur atë. Me këtë di. Ki kujdes se mund t'jesh e radhës, ë? E pra bëhem bas me këto. Olta bëj edhe merr edhe ti në një njeri kështu ngria gjakun. Ua, më ke ngri gjakun vërtet, dhe ka që mu kontraktova nga që u trëmba, sa tani që më the nuk po luaj, më rodhën lodh. Mraftika, mirë shpirt. Dëgjoj, put fort dhe do të takojmë shumë hëngra shpejt. komplet, e hëngra, nga që po lëpët dje, dhe hëngra. Budallaqe, të put, hajde, ciao. Lezetshëm, prisa me një reagim shumë bombastik nga Olta. Po pra thash që është njeri kështu. So sweet Olta Gixhari. Shumë e mirë. Armina, unë të falenderoj shumë që Edhe unë falenderoj. Jam shumë i lumtur vërtet që të takova. Unë Arminën e njoh personalisht, kam fatin e madh, dhe është hera e parë që unë vite dyqanin e saj për ta parë. Dyqani është shumë i bukur, që hajde juve ta shikoni. Kështu që Faleminderit për reklamin. Më vjen mirë vërtet. Më vjen mirë besoj. Shumë dhe rahat unë ndjeva shumë mirë. Dhe shpresoj që të vazhdoj me kaq sukses sepse më ka pëlqyer. Bëj mua komplimente tani. Je bërë shumë i mirë. Tjetër? Këmisha e zezë të bën të dukesh shumë evilish. Oh my god, tjetër. Jo, do të bëj një kompliment shumë real, që më ka pëlqyer jashtë sepse je shumë i lirshëm. Edhe e ke handle shumë mirë pjesën e prezantuesit. Faleminderit zemër. Falenderoj shumë gjithë ju që na ndoqët në Viprum. Keni kujdes sepse Viprumet të tjera të ngjashme si ky do jenë në vijim, kështu që do shihemi të premten tjetër së bashku. Unë ju uroj gjithë të mirat edhe vazhdoni të qëndroni me InTV.